Personat që flenë në bark duhet ta dëgjojnë urgjent këtë. Të gjithë kemi pozitën e pëlqyer për të fjetur, mirë po, janë disa pozita më të preferuara dhe disa të tjera më të dëmshme për shëndetin tuaj sipas dhe saj. Ndër pozitat që përfaqësojnë më mirë edhe të mirat e shëndetit, mund t'jenë edhe ajo e fjetur në krahun e majt, por ndër ato më të preferuarat është fjetja në bark. Fjetja në bark është shumë e dëmshme pasi ushtron presion në të gjitha organet jetësore, që shkakton dëme nervore dhe probleme me zemrën. Për më tepër, shumë njerëz që flenë në këtë pozitë pëlqejnë të rrokullisin duart nën gjoks. Kjo mund të çojë në ngërçe ose mpirje totale të duarve, si dhe nuk preferohet për shkak të shkaktimit të vështirësive të vogla që mund të shkaktojnë edhe në frymëmarrje. Sipas ekspertëve të Sleep Speaker, pozita më e mirë e gjumit është ajo në krahun e majt, ku edhe do të keni edhe një gjumë më të rehatshëm pa dëmtuar shëndetin.